mënyra nga më të ndryshme, por të gjithë ta fëmijë vinë në mënyrë ilegale në Britani. Dhe shumë e vështirë për qeverinë britanike që ta di eksakt numrin e këtyre fëmijëve që mund të jenë ose shfrytëzohen ose mund të jenë ndoshta kanë ardhur thjesht për të qenë pranë familjarëve të tyre, nuk janë paraqitur dhe nuk janë paraqitur pranë shërbimeve sociale ose pranë Ministrisë së Brendshme. Me ligj, shërbimet sociale janë të detyruar që të gjejnë këta fëmijë dhe të kenë përkujdes, dhe nëse një fëmijë ka ardhur, është paraqitur në shërbimet sociale, ka kërkuar azil, ka kërkuar mbrojtje ndërkombëtare, një fëmijë shqiptar dhe ai vendoset në kujdesin e shërbimeve sociale, nëse ky fëmijë largohet nga shtëpia apo nga familja ku janë vendosur ata, sepse fëmijët kanë një trajtim shumë të ndryshe nga të rriturit në Britani që kërkojnë azil, dhe nëse këta zhduken nga vendet ku janë strehuar, atëherë këto shërbime sociale, familjet ku janë strehuar ose qendrat e mbajtjes së fëmijëve në moshë adoleshente janë të detyruar të raportojnë polici dhe policia është e detyruar të deklarojë këta të humbur dhe të kërkojë për ta derisa të gjejë dhe mos i mbyll trajtimet derisa të jetë bërë ditur se çfarë do ndodh. Por faktikisht kemi parë kohët e fundit një tentativë për ta mos ta bërë shumë të bujshme këtë situatë për arsye të problemeve të emigracionit që ka vetë Britania dhe shërbimet sociale, Ministria e Brendshme mundohen që të paraqesin një numër relativisht sa më të ulët të këtyre rasteve, përse nga që për ta bën një skandal në vetvete, sepse fëmijët çfarëdo moshe, nga çfarëdo kombësie, nga do që janë, edhe fëmijët shqiptar duhet të mbrohen dhe sepse janë shtresa më e pambrojtur e shoqërisë dhe ligji e cakton qartë që every child matters, çdo fëmijë është i një lloji, pavarësisht se nga vinë, pavarësisht moshës, se ata janë nën moshën 18 vjeç, shteti duhet të mbajë përgjegjësi për ta dhe nëse kërkesat e këtyre fëmijëve refuzohen, atëherë kthimi i tyre në Shqipëri duhet të bëhet i koordinuar me qeverinë shqiptare, me shërbimet sociale në Shqipëri. Po pse është kaq e nevojshme, avokat, ajo që lind si pikpyetje janë është që pse është kaq e nevojshme të jenë fëmijë pikërisht që të punojnë në shtëpi bari. Pra të rekrutohen fëmijë të këtyre moshave për të punuar në shtëpi bari, se kjo është e tmerrshme të paktën të punojnë adoleshent në të tilla mosha. A mos është ndoshta edhe më pak e dënueshme me ligj nëse kapen në këtë moshë fëmijët, a nuk e di se cila mund të shtyjë ata që i rekrutojnë, se të bën përshtypje patjetër. Ka dy mënyra. Në radhë parë, nëse një fëmijë ndalohet dhe gjehet në vepra kriminale, padyshim trajtimi i fëmijëve në gjykata, në sistemin e drejtësisë është ndrysh nga ata të rriturve, por ajo që është më e rëndësishme është se një pjesë e këtyre ose ndoshta shumica e madhe e këtyre fëmijëve vinë në Britani me borxhe të mëdha dhe në mënyra e vetme familjet nuk kanë të ardhur për të shlyer këto borxhe dhe nëse ata vinë në Britani dhe personat që i sjellin këtu duan që pagesat të bahen dhe në një farë mënyre nga pamundësia për të paguar borxhet ata përfundojnë një situatë të tillë ku mundon të shlyen borxhet sa më parë. Ka mënyra tjera që siç thash adoleshentët shqiptar mund të rekrutohen nga Shqipëria drejt për drejt për të ardhur dhe për të marrë me këtë veprimtari kriminale. Por ajo që do të thosha unë është më e rëndësishmja është që organet e Ministrisë së Brendshme dhe të drejtësisë britanike dhe shërbimet sociale janë të detyruar të zbatojnë çdo dispozitë për të gjetur, identifikuar, gjetur vendodhjen e këtyre fëmijëve dhe për të kthyer këta pranë shërbimeve sociale dhe qendrave ku ata duhet të mbahen. Pra, çdo fëmijë duhet të jetë i sigurt, çdo fëmijë duhet të jetë i mbrojtur, por problemi është se ka dy mënyra që fëmijët shqiptarë ose shkojnë në aktivitete ilegale ose menjëherë sa po vinë në Britani strehohen nga shërbimet sociale dhe ata largohen nga këto qendra dhe shkojnë afër familjarëve të tyre. Familjarët e tyre mund të jenë në zezë, mund të jetë pa leje qëndrimit në Britani dhe kanë pamundur ose shumë të vështirë që të bëjnë kontakte me shërbimet sociale nga frika sepse ta mund të zbulohen dhe të dëbohen në Shqipëri. E qartë, po ka që letë është për të krijuar avokat një urë lidhse mes një adoleshenti dhe personave që drejtojnë shtëpitë e barit që në pjesën më të madhe të rasteve, duke qenë se rekrutojnë shqiptarë, janë shqiptarë kam përshtypjen.